Kur los ka masë mos vriteve dhe nuk i ki do të spital pasën, se s'ka gjithë përë, nuk e di. Ky është Mariusi, 12 vjeç, i cili vuan nga sëmundja e hemofilis, që i vogël është mësuar të shoh plag që i hapen në trup dhe hemoragji që nuk i ndalet. Kur filloi të kuptonte, mësoi se mpiksja e gjakut të tij kërkonte një ilaç që e kishte emrin Faktor. Mariusi e merr Faktorin vetëm në rastet kur në trupin e tij hapen plag, ndërsa furnizimi normal me këtë ilaç është luks. Më fryen gjujt dhe kur vite më nxjihen, bëhen pulla, kyçet, duart, shumë dhimbje kam. Ja u shpjegon këtë doktoresha? Ja u shpjegoj, të gjitha ja u shpjegoj. Po ato prap, kur s'kan Faktor nuk kanë ç'u bëjnë. Më ndodh shpesh që mos e gjej. Pastaj rrallë që ta gjej. Që e gjen për shembull, si ndihesh? Ndjehem mirë se nuk kam më dhimbje, pastaj ma liron direkte, edhe më ulet e intja. Nëna e tij mban gjithmonë në frigorifer një Faktor rezervë për ditë të keqe, por e lodhur nga ecëjakjet nëpër spitale, tregon se jeta e saj dhe e djalit kalon gjithmonë me zemër të ngrirë. Mundohem shumë herë edhe e shikoj që prap bën sikur mos e jap vetëm, po unë e kuptoj. Se mos marrja këtu, mos marrja atje, mos marrja në fiskulturë, mos marrja në ekskursion, dhe ndihet shumë ashtu dhe ai ashtu vetë. Bile shumë herë çamën natën në rroba, e kam parë 2-3 herë, pse marrja kështu i çkot. E kam një breng të madhe që s'ka kush më shënon. Por a është spitali gjithmonë një zgjidhje? Kur nuk ka Faktor, nuk ka pasur, edhe është një problem shumë i madh. Shkojmë atje, nëse nëse ndihmon një njeri që ka një rezervë të vetë, nëse do ta ndash me dikë, atëherë mirë. Nëse s'ka, thotë prit, thotë kur të vinë. Tani për një hematom, kur unë mund t'ja bëj fare mirë, t'ja vëj një vigone, ta çoj aty diku afër, ta mjekimi rregullisht, do ishte shumë gjë e mirë. Ditët e Mariusit ndahen me soborrit të shtëpisë, fizioterapisë së palodhshme që ja bën Oma dhe orëve që lundron në internet. Ai di gjithçka për sëmundjen dhe informohet rregullisht, por dëshira më e madhe e tij është që të kemi një klinik më vete, sepse në spitali ku shkojmë neve atje përzihen 2 lloj sëmundjesh, me leuqemin edhe me hemofilin. Edhe të kemi sa më shumë Faktor, se nuk kemi fare. Edhe të kemi ndonjë rezervë në shtëpi.